Përshëndetje miq, mirë se ritakojmë sërish në takimin e përjavshëm ku çdo javë ndalemi në ato që janë thelbësore në jetën e besimtarit, në besimin e tij, jo vetëm si individ, por se edhe në raport me shoqërinë e tij. Do të flasim sot për padrejsinë në dimension individual, por edhe në atë shoqëror. Padrejësia, zullumi është një term i cili përmendet vazhdimisht në Kur'an, përmendet vazhdimisht në këshillat profetike, në kritikat dhe kërcënimet, nëse mund të themi kështu, të profetit alayhis salam, pasi është një vije kuqe, në cilën duket sikur nuk ka tolerancë. Po përse zullumi, padrejësia përmendet me ton kaq të ashpër kritike në besimin islam. Madje i padrejti, zullumqari, konsiderohet i falimentuar. Për të shpjeguar mbi këtë temë, për të njohur më tepër mbi këtë temë, mbi rrezikun që ka padrejësia dhe mbi mirësitë e atij i cili përpiqet që të largohet nga padrejësia, madje të luftojë padrejësinë, për gjitha këto do të kemi shpjegimet e muftiut të qytetit të Rrethit të Vlorës, Ardit Hoxhallaku. I nderuar, mirë se vini. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. I nderuar, ne shpesh flasim për padrejësinë si diçka normalisht e keqe, e urryer nga çdo lloj pikpamje njerëzore dhe fetare, po ndërkohë duket sikur padrejësia vedhë një pikpyetje në raport me besimin. A mund të ketë besim në Zot njëri që bën padrejësi ndaj të tjerëve? Atëherë, para se të japim përgjigjen e kësaj pyetje, duhet të dimë padrejtësinë se në çfarë fazet është ose kundrejt kuj bëhet. Nëse kjo padrejtësi bëhet kundrejt Zotit, ku është hakullah, pra mohimi i Zotit, që është një padrejtësi ndaj tij, kjo e cënon besimin, pra e nxjerr njeriu nga besimi. Por nëse është kundrejt njerëzve, kundrejt kafshëve, kundrejt rrethit ku jeton, atëherë futet tek mëkatet e mëdha. Pra e dobëson, e ligështon, por nuk e nxjerr nga feja. Pra, nëse e kemi kundrejt Allahut, të nxjerr nga feja, pra e nxjerr nga besimi. Nëse e kemi kundrejt njerëzve, mund të jetë besimtar, por është gjunaqar. Po ndërkohë kur thua kundrejt Zotit, kundrejt Allahut, ka njerëz të cilët ndoshta nuk e mohojnë Zotin, po nuk i përgjigjen ftesës së tij për adhurim, nuk i përgjigjen ftesës së tij për kujtim, nuk i përgjigjen ftesës së tij çka në një farë mënyrë, pra ato që Kurani njeh si detyrime, si obligime ndaj çdo besimtari. Atëherë pejgamberi alayhis salatu wassalam në një hadithin e tij thotë: "Men qala la ilaha illa Allah khalisan mukhlisan dakhala al-janna." Kush thot me zemër, nuk ka zot tjetër përveç Allahut të madhëruar, ai sado vonë do të hyjë në xhennet. Kjo na hap një dritare. Ata të cilët i besojnë Allahut të madhëruar por nuk i përgjigjen thirrjes së ezanit për të shkuar në namaz, apo thirrjes për agjerim në muajin e Ramazanit, apo ata të cilët kanë mundësi për të dhënë zeqatin por nuk i përgjigjen kësaj. E rëndësishme është e mohojnë apo nuk e zbatojnë. Nëse e mohojnë, janë mohues. Pra kanë mohuar një nga kushtet që Allahu i madhëruar na ka thirrur për të besuar. Nëse nuk e veprojnë, atëherë janë gjunaqar për atë që s'kan vepruar. Sepse ne kemi shumë njerëz të cilët vinë për namazin e xumas, por 5 vaktet nuk i falin. A mund të themi që këta njerëz nuk besojnë në Zot? Për veten time unë nuk mund të them, po edhe shumica e dietarëve apo ndoshta të gjithë dietarët nuk e thonë, sepse të refuzosh apo të përjashtosh një njeri i cili beson në Zot, i përgjigjet ndoshta jo 5 herë në ditë, por 1 herë në javë, ai ka problemet e tija në zbatimin e asaj që duket sikur ky bën më tepër padrejësi vetes. Pra që kjo është padrejësia ndaj vetes tij, sepse Allahu i madhëruar në fakt në Kur'anin famullar këtë na lajmëron, thotë këta njerëz i bëjnë padrejësi vetes tij. Pra privojnë veten nga një ftesë për begati, për shpëtim, për udhëzim. I thotë një jo besimtar, i thotë Omer bin Abdul Azizit. I thotë, ai Zoti që besoni ju dhe pretendoni që ai juve ju jep të mira, pse nuk më dënon mua? I thotë, kam për të ngrënë, jam i pasur, jetoj më mirë se ju. I thotë, pse nuk më dënon? Omer bin Abdul Aziz i thot: ai Zoti im që besoj, mua më lejon të shkoj në sejdë, ndërsa ty të ka privuar nga sejdëja. Nuk ka dënim më të madh. Pra në një farë mënyrë besimtari, kur arrin ta kuptojë që sa mirësi e madhe është të lejojë Zoti ty të shkosh me ballë në sejdë, e kupton se
çfarë të mira është të ka dhënë. Dhe ai i cili ndoshta duket sikur e refuzon, por në fakt asnjë nuk ka forcë ta refuzojë thirrjen e Zotit. Nuk ka forcë ta refuzojë. Ai thjesht nuk ka emrin në listën atyre që i përgjigjen thirrjes së Zotit. Se të shkosh në sejdë është të takohesh me Zotin tënd. E për të takuar me Zotin duhet të kesh emrin në listën e atyre të cilët, si thot Allahu i madhëruar në Kur'anin famlart, ja ayyatuhan nafsul mutma'inna. O ti i cili tashmë e ke edukuar nefsin tënd. Nefsi mutma'inna është grada e tretë apo e katërt e nefsit, të cilën Allahu i madhëruar e tregon në Kur'anin famlart. Nëse grada e parë që është grada më sheraxhie, mund të themi, nefsul emare, që e orienton vetëm për të keq, nefsi mutma'inna është që të heqësh dorë nga çdo pasion i kësaj jetë dhe të orientohesh vetëm nga Allahu i madhëruar. Ja ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ktheu tek Allahu jot, tek Zoti jot i kënaqur. Fadkhuli fi ibadi. Dhe futu në listën e atyre të cilët unë i kam quajtur robët e mi. Fadkhuli fi jannati, dhe futu në xhenetin tim. Pra Allahu i madhëruar do të fusë në xhenetin e tij vetëm ata të cilët kanë emrin në listën e ibad. Çdo refuzim i thirrjes së Allahut në pamjen tonë është një hap larg ndaj listës të qenit rob për të përfituar nga mëshira e Allahut të madhëruar për të hyrë në xhenetin e tij. Pra, në një farë mënyrë është padrejti ndaj vetes tij robi. Çdo mos përgjigje është një zullum i madh ndaj vetes tij. Ndërkohë, koncepti i padrejtisë në Islam përfshin dhe ato kapilarët apo ato indet më të holla të jetës së besimtarit. Pra nuk është vetëm në këto shtyllat madhore, pra që të mos ta mohoj Zotin ose mos bëj krime të mëdha. Madje në transmetimin profeti alayhis salam thotë se ditën e gjykimit edhe kafshët do të kërkojnë atë që është bërë padrejti në jetën e tyre. Si për të na ftuar që të kemi tjetër qasje ndaj të dobtëve, ndaj atyre që ndoshta nuk na e kthejnë me të njëjtën mënyrë ose nuk kanë fuqi të reagojnë. Pejgamberi alayhis salatu vesselam thotë në një hadith tjetër, ai i cili nuk ka mëshirë për ato që janë në tokë, nuk do të mëshirohet nga ai që është në qiell. Dhe në një hadith tjetër tregon për një grua të cilën dënohet nga Allahu i madhëruar vetëm për shkak të zullumit që i kishte bërë një maceje që e mante të mbyllur dhe nuk i jepte as ujë dhe nuk e linte për të ngrënë. Dhe në krahun tjetër kemi një hadith tjetër ku thotë filani përfitoi nga mëshira e Allahut për të hyrë në xhenet vetëm se i dha për të pirë një qenit të etur. Pra, aq shumë është e rëndësishme të kesh drejtësi ndaj krijesave se në një vend tjetër një dietar i quan këto janë ata robët e Allahut të cilët nuk kanë gjuhë të flasin. Tek ne nuk kanë gjuhë të flasin, por tek Allahu i madhëruar kanë gjuhë të flasin. Dhe është e rëndësishme në një vend të bën shkak për të hyrë në xhehenem, një zullum që i ke bërë një kafshë, në krahun tjetër një fragment shumë i vogël i jetës tënde të bën që të futet emri yt në listën atyre që do të mëshirojë Allahu i madhëruar për në xhennet. Në kohën e Shtetit të Lartë Osman, është shumë i njohur në histori, kanuni Sultan Sulejman, pra ligjvënësi, Shejkhul Islamit të asaj kohë, Ebu Suud Efendiut, i bën një pyetje. Në oborrin e sarajit kishin shumë pemë, por kishte hyrë një lloj bilingone e cila po i dëmtonte pemët. Dhe i shkruan një letër. I thot: "Nëse unë i vras këto milingona, a hyn në hak?" Ai e thot me poezi, sepse të parët tanë nuk kanë qenë vetëm thjesht drejtues, kanë qenë lexues të mirë, kanë qenë ardashës, kanë dashur letërsinë, kanë dashur Islamin dhe kanë shkruar bukur. Ai e pyet, kanë patur frymëzim për gjërat, kanë ndërvepruar. Sepse kanë jetuar me të. I kanë përjetuar, thellë. Kanë përjetuar. I thot, pra nëse unë përdor ndonjë ilaç për të myt këto milingona, sepse po dëmtojnë pemët, në ditën e gjykimit, do kem ndonjë përgjegjësi? Ebu Suud Efendiu i thot, nëse sultani i djeg milingonat, në ditën e gjykimit milingonat do të djegin sultanin. Dhe ai nuk i prek. Pra, ajo që neve na duket e vogël në këtë botë, mund të jetë sebepi që
o të na refuzoj mëshira e Zotit, ose të na fusi brenda në mëshirën e Zotit. Pra, duket sikur padrejtësia më e madhe ose merakulli i madh i padrejtësisë duhet patur në raport me të dobtit, sepse me të fortit ndoshta mendohemi dy herë, po me të dobtit i neglizhojmë dhe ju përmendet edhe milingona, ndoshta qenia më kujtohet një fragment ku masi ju e cekët tani, pra ndaj të dobtit dhe të fortit, një doktor shumë i njohur në Turqi tregon jetën e tij. Dhe në një fragment të tij thot një gjë shumë interesante. Në atë kohë thot isha djalë i ri, por isha edhe kampion në Thai box. Sa kisha hyrë në Islam? E kisha marrë me zell. Një ditë futëm thot në urgjencë te spitali ku punoja. Shikoj një djalë 4 vjeç apo 5 vjeç i gjakosur me xhama në trup. I them pastruesit ta marr, ta vendos në krevat, që të filloj ta pastroj. Kur shikoj thot çeshafin ishte një çeshaf shumë i pisët. I them ndroje. Dhe shkova për t'u vesh. Kur erdha, se kishte ndru. Thash pse se ke ndru? Më tha nuk ka të pastër. Flasin për vitet 80. Shkova për tek drejtori, që t'i them, në atë kohë ishte ndru çeshafi. Thash si u ndru? Më thot jati i fëmis, i futa 1 lek në xhep. Shumë e njohur kjo, tek ne. I futa 1 lek në xhep, e ndroj. Aty tha unë dola nga vetja ime. E kapa pastruesin për fytit, e ula për tokë, edhe deshi gjujta. Më tha, forca ndaj mejet është, po tek i madhi që atë në xhep e ka shumë më të madhe se unë. Të shkon forca? Aty u shtanga, tha. U tërhoqa. Hoqa për parsën, lash punën dhe ika. Se thash, padrejtësia nuk që ka vetëm të më i dobti, po që ka dhati ku nuk arrit do tonë. Prandaj dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam thot, kur shikoni një padrejtësi, një diçka që nuk është në vendin e saj, rregullojeni ti me dorën tuaj. Nëse nuk keni forcë ta rregulloni me dorën tuaj, atëherë me gojen tuaj. Nëse nuk keni forcë ta rregulloni edhe me gojen tuaj, atëherë me zemrën tuaj, po kjo është më e dobta. Ky është minimumi. Minimumi. Tabani kjo është për të treguar që ti je besimtar, por nuk ke asgjë në dorë. Nuk ke asgjë në dorë. Është shumë e çuditshme se si e trajtojnë psikologët musliman çështjen e padrejtësisë dhe si e trajtojnë mund të them dietarët tradicional. Psikologët e trajtojnë në këtë mënyrë. Thonë, padrejtësia është një ves i cili nëse një person e ka, sipas fuqisë që ka, ai e bën këtë. Nëse një mësues thot, i bën padrejtësi një nxënësi, ai nuk i bën padrejtësi thjesht një nxënësi, po aq e ka forcën. Nëse këti i jep drejtimin në një shteti, do t'i bëj padrejtësi gjithë popullit. Edhe ai që është në krye të shtetit thot, nëse i bën padrejtësi gjithë popullit, ai aq e ka forcën. Nëse atë e ul nesër mësues, ai do të bëjnë padrejtësi nxënësit. Pra, sipas forcës që i jep, ai që ka vesin e padrejtësisë, që ja ka mbeshur vetes atë padrejtësi, ai do ta bëj padrejtësinë sipas rrezës që ka, sipas forcës që ka. Ju përmendet një hadith ku profeti alayhis salam fton për të reaguar ndaj padrejtësive në varësi të mundësive që janë. Dhe ne dimë se shumë shoqëri janë shkatëruar nga padrejtësia, nga zullumi, jo vetëm në dëshkimin madhor që përmendet në Kur'an pra popujt të zhdukur, po mjafton që në një shoqëri të ketë padrejtësi, ajo tashmë është e shkatëruar, pasi në të nuk ka stabilitet, nuk ka qetësi, nuk ka siguri, nuk ka drejtësi. Sa e rëndësishme është që të kemi në vetdijen tonë shoqërinë, kur e bëjmë një padrejtësi, kur ndoshta tolerojmë një zullum, në cilën kemi ndoshta mundësi që të ndërhyjmë apo të ta ndryshojmë. Atëherë padrejtësia është e kundërta e drejtësisë, dita me natën. Në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, kemi një fragment të historisë shumë të bukur, ku emigrimi i parë i besimtarëve bëhet drejt Habeshistanit, ku ishte një mbret i krishterë,
por shumë i drejtë. Etiopia e sotme. Pra, Etiopia e sotme. Pra, çfarë thekson pejgamberi alayhis salatu vesselam? Shkoni kërkoni mbrojtje tek ai sa ai është i drejtë. Dhe ne kemi një thënie të pejgamberit alayhis salam ku thotë nëse shteti është i drejtë, Allahu do t'i jap jetë gjatësi. Nëse nuk është i drejtë, edhe nëse është besimtar, atij do t'i shkurtoj jetë gjatësinë. Pra, është shumë e rëndësishme të dim, siç e theksuam dhe në fillim, padrejtësinë ku ja bëjmë? Ja bëjmë Zotit apo ja bëjmë njerëzve? Nëse ja bëjmë Zotit e kemi me Zotin, ama nëse ja bëjmë njerëzve, ajo nuk humbet, mund të vonoj, por do të kthehet. Si kthehet? Me humbjen e asaj që ti ke në dorë. Nëse nuk reagon ai popull është i detyruar të shkojë në dhunë, me vite, me shekuj, por në momentin që fillon të reagojë, qoftë edhe një person, të fillojë të reagojë. Nëse të tjerët zgjohen, atëherë do të thotë që ajo padrejtësi nuk e ka jetën e gjatë. Dhe deri më sot ne nuk kemi parë asnjë shtet që ka mbijetuar me shekujt e tërë duke bërë padrejtësi ndaj popullit të tij. Ndërkohë, gjunat janë të shumta, gabimet që mund të bjerë njeriu janë të shumta, po ndërto siç u thatë janë po themi zullume apo padrejtësi që njeriu mund t'i bëjë vetes, duke po themi e futur në situata të ndryshme, po janë dhe padrejtësi në raport me të tjerët, qofshin këta individ apo shoqëri. A është padrejtësia në të tjerëve për gjunave të mëdha? Qoftë edhe kur është po themi në sasi të vogla. Pra, themi shpesh që aty ku është hambari i madh, nuk prish punë se e mora një diçka të vogël. Atëherë pejgamberi alayhis salatu vesselam ka një hadith shumë të bukur. E përmendën në fillim. Ju thot shokëve të tij, sahabeve. Kush është i falimentuar? Ja Rasulullah. Ai që ka pas mall, pasuri, e ka humbur pasurinë, ka hyrë në borxh. Ky është i falimentuar. Pejgamberi alayhis salatu vesselam thot ai është i falimentuar në këtë botë. Në ahiret kush është i falimentuar? Ja Rasulullah, ju e dini më mirë. Pejgamberi alayhis salam thot, i falimentuar tek Allahu i madhëruar është ai person i cili në ditën e gjykimit ka dalë me namazet e tij, me agjërimin e tij, me zeqatin e tij, me të gjitha të bëra, por ka dalë me hakun e tjerëve. Sa jep llogaritë vet, Allahu i madhëruar i thot, vazhdo rrugën për në xhennet. Në atë moment del një person dhe thot, o Allah, ai më ka hak mua. Më ka hyrë në hak. Qoftë edhe një kokër grurit. Allahu i madhëruar e kthen robën. I thot, jepi hakun. I jep nga të mirat e tij. Kjo vazhdon, thot pejgamberi alayhis salatu vesselam, derisa ati i marrojnë të gjitha të mirat. Në fund del edhe një person dhe thot, o Allah, më ka edhe mua. Ai thot, o Allah, unë s'kam më të mirë. Zakonisht ai që i bën padrejtësi një personi i bën pikërisht shumë të tjerëve. Si e tham, është ves. Është ves. Sa herë që i jepet mundësia, nëse një njeri ka virtytin që të ndihmoj, të bëj drejtësi, të mbajë drejtësinë, vesi është ai që e ngacmon kudo. Dhe çfarë thot? O Allah, nuk kam më të mira. Atëherë thot merr nga gjunahet ati. Merr nga gjunahet ati. Nuk dim ndonjë njeri që të ketë bërë një mëkat të madh pa bërë ndonjë të vogël. Nuk dim, sepse edhe vetë shejtani i mallkuar nuk e ngacmon atë që fal 5 vakte, ti thot nesër mos i fal 5 vakte. Por e ngacmon i thot, e ke fal sunetet? Po. Sot nuk ke kohë. Falin shtëpi. Dhikrin, bëj rrugës. E bëri një herë rrugës, po. U bë ka rrugës, po. Herën e dytë, herën e tretë, herën e katërt, fillon ta harroj dhikrin në xhami. Pra, asnjëherë nuk mund të pretendojmë se direkt mund të shkojmë tek gjunahi i madh. Po fillojmë me të voglin. Edhe padrejtësia kështu është. Fillon me padrejtësinë e vogël. E pa që nuk reagoi kush, po e zmallon. Nuk reagoi kush, e zmallon. Nuk reagoi kush, e zmallon. Deri aty ku nuk kanë më forcë të reagojnë. Pra njeriu humbet pastaj edhe filtrat me cilën kontrollon dhe veten, sepse duket sikur nuk ka pasoja të mëdha pavarësisht se është duke hyrë në hak njerëzve. Faraoni si u bën faraon? Që ditën e parë? Jo. Pikërisht në këtë mënyrë, shkallë. Në fillim
fëmia thot, babi im është më i forti në botë. Sa ashtu i duket. Kur fillon e rritet fëmia, pra fillon e bëhet adoleshent, fillon e thot, babi është ndër më të fortit në botë. Kur rritet edhe pak thot, unë jam më i fortë se babi. Rritet edhe pak, vazhdon pra ta rrisat jam më i fortë, po, kështu ishin edhe zullumqtarët, kështu janë edhe zullumqtarët. Sot ngacmon komshiun. Nëse nuk reagon komshiu tjetër, nesër do ngacmoj edhe tjetrin. Nuk reagoj edhe ai, do ngacmoj tjetrin përballë. Nuk reagoj edhe ai, do ngacmoj tjetrin mbrapa. Nuk reagon, do ngacmoj gjithë lagjen. Nuk reagoj lagja, po, u bë i fortë i lagjes ky, do ngacmoj gjithë fshatin, gjithë qytetin. Sepse nuk reagoj askush. Prandaj është shumë e rëndësishme të reagosh siç thot pejgamberi alayhis salatu vesselam. Nëse ke kohë të reagosh me dorë, reago me dorë. Që mos shkosh tek shkalla e dytë e gojës. Thjesht të flasësh. Se te ke treta pastaj dihet që je afër humnerës. Është minimumi. Një shkputje shumë të shkurtër rikthehemi sërish bisedës tonë, ndërmjet që jemi pas pak në pjesën e dytë. Ndërmjet që rikthehemi sërish në studio, po flasim për padrejtsinë, për zullumin, për këtë gjuna të madh i cili feja nuk e ka lënë vetëm në aspektin parimor, pra duke e lënë në kuptuar se padrejtësia është e ndaluar dhe është mëkat. Por se në shumë, siç thash ajete dhe në shumë hadithe, padrejtësia vjen dhe me shembuj konkret, se si besimtari duhet të friksohet edhe një kokë gruri, se si duhet të friksohet edhe një fjalë të keqe, madje edhe një vrendje në fytyrë. Dhe duke e parë në këtë këndvështrim, Mufti, a është padrejtësia një çështje që lidhet thellë me besimin, apo është një çështje e etikës universale, e sjelljes së mirë, pa themi, e edukatës së përgjithshme? Çështja e padrejtësisë është një sëmundje që cenon direkt themelin e Islamit, por që shkatron moralisht edhe të gjithë universin. Pra, lidhet në të dyja pjesët. E para, ata besimtarë të cilët kanë frikën e humbjes së besimit dhe ditën e llogarisë, kanë frikën e prishjes së themelit, ndërsa flasim në jetën e përditshme, në sferën shoqërore, padrejtësia është një nga armiqt kryesor të cilët luftojnë vetë popullin e tyre. Pra, me vetveten e tyre, me familjen e tyre, me shoqërinë e tyre. Është në të dy aspektet, si fetar, ashtu edhe shoqëror. Padrejtësia është një lloj sëmundje, e cila nëse më lejoni t'i bëj një krahasim, në bujqërit e dinë shumë mirë që është verdha. Është një lule e cila del në jonxh apo edhe në bimet e tjera, një lule e verdh, që vjen dhe rritet pak nga pak, njëherë kap një rranj, pastaj fillon dhe kap të gjithë arën. Nëse nuk e kap tek rrënja e parë për ta zhdukur, je i detyruar ta prishësh gjithë arën dhe të presësh disa vite që ajo të pastrohet. Kështu është edhe padrejtësia tek njeriu në vetvete, por edhe në shoqëri. Tek njeriu në vetvete, Allahu i madhëruar thot khatamallahu ala kulubihim. Allahu ju ka vulosur zemrat e tyre. Çfarë do të thotë ta vulosësh zemrën? Ky gjuna, kjo padrejtësi e mbulon komplet zemrën. Deri në atë moment që zemrën tashmë nuk e lën të marrë frymë të pastër, një ajër të pastër, por vetëm çat i jap vet. Padrejtësia është e tillë. Sepse është jo vetëm thjesht hakullah, pra ndaj Allahut, nuk është vetëm hakun nefs ndaj vetes, por është edhe hakul ibad, një drejtë që kërkojnë njerëzit. Padrejtësi kush është? Të marrë të drejtën e atij tjetrit, në momentin që shkel tek e drejta e tjetrit. Kjo është padrejtësia. Pra, shoqëria sot vuan nga padrejtësia e modernizuar dhe e kamufluar në paqe. Si thot Allahu i madhëruar në Kur'anin famlar, dhe kur u thon atyre mos bëni shkatrimin e tokë, ato thon, jo, ne kemi ardhur për të mbajtur paqen, ne kemi ardhur për të vendosur paqen. Sa shkatrimtar kanë ardhur me emrin paqe në këtë botë. Pra shpesh thirret për demokraci, për liri, për drejtat e njeriut që cilat abuzohet,
po shpesh edhe fushata të ndryshme, ndoshta këtu në mesin ton, fushata elektorale që vinë me pretendime për të vendosur drejtësi, të cilat njetin e tyre ka ndoshta për të përfituar dhe për të bërë padrejtësi më tepër. Atëherë, kemi një fragment historik në kohën e Sulejmanit a.s. ku një harabel ishte thyer krahu. E shikon Sulejmani a.s. dhe e pyet çfarë ka ndodhur. I thot, më mashtroi një me xhype. Shkova për të ulur në supin e tij sepse e pash me xhypin e hoxhës, pra mund të themi, dhe në momentin që desha të ulem, i besova mëshirës së tij për atë çfarë përfaqësonte dhe ai më shtyu theva krahin. I thot, t'ja thoj krahun edhe atij që të marrim hak, jo thot, hiqi petkun, që mos mashtrohen të tjerët. Pra sot ne po vuajmë nga ata të cilët na reklamojnë drejtësinë. Ne sot po vuajmë nga ata të cilët vinë me misionin për të përdorur drejtësinë si armën më të fortë për të shtuar zullumin e tyre ndaj një populli që ata pretendojnë se janë të dobët për popullin. Se zakonisht padrejtësia bëhet nga i forti tek i dobti, se nga i dobti për tek i forti me sy nuk mund të ketë një padrejtësi sepse nuk arrin ta bëj. Tek Allahu i madhëruar është çështje tjetër. Nëse i lutet Allahu të madhëruar, ai i cili i është bërë padrejtësi, nuk ka perde mes tij dhe Allahut të madhëruar. Pra do të kemi edhe këtë merakun ose edhe këtë frikën që nëse dikush në cilin i kemi hyrë në hak, i ngreduart, i lutet Zotit, mund të shkatërrohet jo vetëm ajo pjesë që ne e kemi marrë, por ndoshta mund të shkatërrohet më shumë se kaq. I thot një zog përsëri Sulejmanit a.s. Kush është më i fortë, thot? Ti apo unë? Sulejmani a.s. i thot, unë jam mbret. Jam pejgamber. Kam gjithë këtë pasuri, patjetër që jam unë. Ja, thot. Pse thot? Nëse unë ngrehem në ajër, krahët e mi i pluhros në vakfin e muslimanëve, dhe atë pluhur ta hedh mbi rrobën tënde, Allahu të shkatërron. Ti nuk je më i fortë sa i pluhur. Haku i robit është aq i rrezikshëm sa që njeriu në shkatërron. Allahu i madhëruar dy gjunahe nuk fal. 1. Hakullah, nëse ti e mohon Allahun e madhëruar, e ke mohuar, s'ka si ta fal. 2. Hakul ibad. Nëse i ke hyrë në hak dikujt. Në ditën e gjykimit Allahu i madhëruar do t'i thot në fillim kërkoj ati, pastaj e ja tek unë. Sepse është e drejtë e tia. Ja kam dhënë atij atë të drejtë. Është qelësi që neve na hap llogarin apo na mbyll llogarin në ditën e gjykimit. Që qoftë edhe një kokër grurit, qoftë edhe një fjalë. Padrejtësia tek Allahu i madhëruar nuk matet me sasinë e kësaj bote. Tek Allahu i madhëruar matet me atë të cilën Allahu e ka mat. Pra, padrejtësia është padrejtësi. Dikujt i peshon një fjalë, dikujt i peshon pasuria, dikujt i peshon gjaku, dikujt i peshon neri, prona e me radhë. E gjitha është padrejtësi. Ndonjëherë mendojmë se jemi të angazhuar në adhurime, pra lexojmë Kur'an, falim namaz, bëjmë dhe dhikr, edhe janë aq të mëdha ato adhurime tona sa një padrejtësi e vogël ndaj dikujt nuk ndikon shumë tek peshorja. Pra, ka ndonjëherë në një moment ku devotshmëria kthehet në arrogancë në një farë mënyrë. Pra, na duket e madhe ajo që bëjmë, raport me besimin, dhe na duket e pa vlerë ajo që ju hym në hak të tjerëve. Ne shkodranët kemi një shprehje. Nëse doni ta mallkoni tjetrin, i thuaj të hyp vetja në qef. Në këtë rast ajo që thoni ju është të hyp vetja në qef. Pse? Qa adhurimit po ju. Madhështor. Pe di si shkojnë sejdë unë. Ma kanë lakmi të tjera kur më shohin në sejdë. Kjo është të pëlqej adhurimi jot. Kjo është të duket sikur ti po bën diçka të madhe. Por në fakt, asgjë nuk është e madhe. Tek Allahu i madhëruar thjesht po kryen borxhin. A bëhet burri mirë një person i cili kthen borxhin? Jo. Ka bërë atë që duhet, të kthej borxhin. Nëse jep sadaka,
bëhesh i mirë. Nëse jep zeqat, thjesht ke paguar borxhin. Të kryesh obligimet ndaj Allahut të madhëruar nuk të bën ty të veçantë nga të tjerët. Ty të vën aty ku duhet, tek vendi i atij që paguan borxhin. Pra, adhurimet tona janë thjesht një pagesë borxhit. Dhe kjo nuk duhet të na shtyjë neve drejt asaj që unë fal 5 vaktet, fal nafile, bëj dhikr, jep sadaka e me radhë, dhe kjo të na çojë tek ajo që po s'ka shumë rëndësi se ofendova dike apo i hyra në hak me diçka tjetër. Nëse arrin në këtë mendim do të thotë që ti ke humbur konceptin e të qenërit i devotshëm tek Allahu i madhëruar. Si thot Allahu i madhëruar, thot inna akramakum indallahi atqakum. Më i miri ndër ju është ai i cili i friksohet Allahut të madhëruar. Ti friksohet Allahut të madhëruar do të thotë ti friksohet edhe nga një kokër pluhur. Aman se mos bëj padrejtësi, aman se mos i hyj në hak tjetrit. Se tek e madhja. Po nëse ti vjedh një kokër grur, nesër nëse ke forcë do vjedhësh gjitharen. Ju falenderoj shumë për këto shpjegime, do të jemi sërish një takim tjetër, sepse kjo është një temë e madhe, ndoshta edhe 2 takime nuk mjaftojnë, po shpresoj që të jemi sërish për të folur sërish mbi këtë temë, pasi është një temë që kemi nevojë që të jetë në qendër të vëmendjes, të jetë një alarm i kuq që të mos jetë jo vetëm cilësi e shoqërisë ku jetojmë, po të mos jetë as cilësi e po themi individuale atyre të cilët pretendojnë që janë besimtarë, që besojnë se janë të lidhur me shpallën dhe me Zotin. Zoti ju shpëlbeft. Atëherë shumë faleminderit edhe një herë, sepse thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush nuk falenderon njerëzit nuk falenderon dot Zotin, duhet i japim hakun të dyja palëve. Ju falenderoj që më bët pjesë të këtij emisioni shumë të virtytshëm dhe shpresoj që t'i japim hakun. Pra sa kemi mundësi. Dhe mirë takofshim në takimet e radhës. Amin, dhe ne jemi shumë mirënjohës për prezencën tuaj, për shpjegimet tuaja. Ndërmiq këtu e mbyllim pra dhe këtë takim të sotëm, ishim me muftiun e Rrethit Vlorës, Ardit Hoxhallaku, i cili foli mbi padrejtësinë si një vesë, të cilën duhet ta skanojmë veten se nëse ndodhet në nivele të vogla, shumë shpejt mund të bëhet pjesë e normalitetit dhe shumë shpejt mund të bëhet pastaj padrejtësi e niveleve edhe të mëdha kur na jepen mundësi më të mëdha. Kështu që të përpiqemi ta kurojmë nëse e kemi dhe ta lutim Zotin që mos na sprovojë me këtë cilësi. Unë falenderoj dhe ju për vëmendjen, do të jemi sërish javën e ardhshme, deri atëherë kalofshi sa mirë.